Videomaterialet reklamuese të fushatës zgjedhore pothuajse të gjitha partive politike në garë kanë pamje me fëmijë në moshën 18 vjeçare, si protagonist kryesor ose si mbështetës të mesazhit që transmetohet. Kodi zgjedhor në mënyrë të qartë ndalon pjesëmarrjen e fëmijëve në programin e paguar politik, por nuk ka dispozit që rregullon këtë çështje në format e tjera të promovimit si ata në rrjetet sociale. Për ambasadën e parë të fëmijëve në botë, meqenëse përdorimi i fëmijëve për fushat është fenomen shumë shqetësues. Ata kanë bërë rishtas disa apele në prokurori, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve të ndërmarrin masa. Mendojmë se secili reklamim i tyre kur fëmijët janë në fokusin e tyre në aspektin e dekorit ose ku manipulohet me ndjenjat e tyre dhe nuk e kanë për qëllim ta përmirësojnë jetën e fëmijëve me platformat e tyre politike, është keqpërdorim. Ne presim që partitë politike të tregojnë serioze dhe të shpresojmë që institucionet të jenë në nivelin e detyrës. Secila formë e përdorimit të fëmijëve për reklamim, qoftë me pamje të qartë ose jo, sipas Megjashit është në fakt keqpërdorimi i tyre. Ne inkurajojmë të kenë konkurrencë në platformat e tyre për mirëqenjen e fëmijëve. Do ta ndjekim zbatimin e tyre, por rastësi të mos i shfrytëzojnë si dekor, folklor ose të bëjnë keqpërdorimin e ndjenjave dhe emocioneve të fëmijëve në spotet e tyre. Megjashi ka regjistruar disa raportime për keqpërdorime të këtilla dhe thotë se keqpërdorim të këtillë të fëmijëve nga ana e partive politike ka pasur në çdo fushat deri më tani. Ata kërkojnë që t'i jepet fund këtij fenomeni.